Ka nisur në Pogradec festivali ndërkombëtar i akuarelit Lina Aqua 2, eventi që bën bashkë mbi 50 piktorë nga e gjithë bota. Nëpërmjet bojrave të ujit mbi telajo, piktorët do të sjellin në mënyrë artistike zonat më të bukura të Linit dhe Pogradecit. Për disa prej tyre, Shqipëria ofron gjithçka dhe është vendi perfekt për të pikturuar. Më duket një vend perfekt. Është hera e parë për mua. Nuk kisha dëgjuar për Shqipërinë, por duket që po zhvillohet. Sot po pikturoj ujin, banesat, natyrën, ngjyrat. Interpretim fantastik sot. Është hera ime e dytë në Shqipëri. Hera e parë në Pogradec. Shqipëria është më shumë se e bukur, sepse natyra është ende natyrë. Ngjyra plot dritë dhe plot jetë. Tani jetoj në Itali dhe them duke pikturuar, duke parë me mall. Shqipëria është kudo vepër arti. Ka ngjyra të forta, ngjyra elegant. Armand Xhika, një prej organizatorëve të festivalit ndërkombëtar, tregon se artistët pjesëmarrës janë të një niveli të lartë. Artistët që marrin pjesë këtu janë të cilësive të rralla. Nado që të shkosh ashtu ujë dhe bojrat e ujit, watercolor, janë të varura nga uji dhe nga lishmëria dhe nga bukuria e Pogradecit, siç është i gjithi. Të gjithë janë të mahnitur. Janë nga Ukraina, janë nga Lituania, janë spanjoll, janë italianët. Ekspozita e punimeve të realizuara do të qëndrojë hapur deri më datën 12 korrik, ku qytetarët dhe turistët në Pogradec kanë mundësi të shijojnë veprat e artistëve ndërkombëtar.